ne si shoqëri kemi një gjumë pas dreke, ju e quani zhegu. Ne e quajmë zhegu. Tani, unë nuk besoj që shoqëria di... Shkodranët. Unë nuk besoj që shoqëria di pak, çfarë na bën ky gjumi i ditës? Na ul stresin, apo? Në fakt, ka literaturë të huaj që e mbështet këtë pjesën, që ai gjysmëorshi i dregës është qetësues për trurin, dhe patjetër që unë nuk e hedh poshtë personalisht, se në shumë raste ka njerëz që edhe e thonë që është, kanë parë dhe gjatë jetës dhe prindrit tanë, po kanë pas edhe luksin që s'kishin këtë jetën kaq frenetike. Intensive që kemi. Shpeshherë në orën 4 ishin gjithë në shtëpi, se unë kam dhe një lloj moshe dhe kam jetuar në të dy sistemet, i njoft të dyja. Ska qenë ka që vrullshme jeta, pra. Kishin kohë për zhegun. Ne nuk e kemi kohë. Ne nuk e kemi. Unë personalisht nuk e kam pas kur të nevojshëm dhe shumë rrallë që e kam bërë qohem shumë nervoze si natyrë, nuk e dua. Por është shumë personale. Është relativa, jo, po. Sepse ne jemi dhe unik, nuk mund të jemi të gjithë njësoj. Por ka dhe një kohë zjati, në qoftë se kalon më shumë, domethënë intervali kohor është 20-30 minuta, në qoftë se kalon për te asaj, pastaj truri duhet të ristartohet, të rinis nga fillimi. Dhe pse ka këtë? Sepse ne hym në një fazë që quhet gjumi thellë, deep sleep, që kur hyn në gjumin e thellë, nuk është mirë që të bësh 10 minuta. Domethënë duhet të bësh 1 orë, shumë mirë, sa më shumë të jetë gjumi thellë, është luksoze gjë gjumi cilësor, se ai është që na rigjeneron. Por nëse ti flo më gjatë në gjumin e dregës, që është thjesht një kështu sa të mbyll çik syt, thon disa, dhe ti hyn në atë ciklin e gjumit të thellë, po flo çerekore, truri i duhet shumë kohë që të kthehet prapë. Dhe ndërkohë që ti e kthen pap, se zgjohesh se duhet vazhdosh jetën, i krijohet një si kolpo trurit që nuk i pëlqen. Që nuk është mësuar. Duhet orarin e plotë i gjumit. Nuk duhet jetë shumë i gjatë. 6 apo 7 orë.